Jam mirë se të gjeta në kuzhinë. Mirë se erdhe, Me çfarë do na presësh sot? Javë të mbar gjithashtu. Po me të ëmbla, Me të ëmbla. Si nuk do presun të ëmblën, ti në me të ëmblën. Ja të shoj. Ja të shoj, besoj se do të pëlqej, Megjithatë shihet edhe Se vëm në dyshim. Edhe gustot e veshjes janë personale dhe nuk mund të flas, po pëlqejnë mua, do të pëlqej ty, Po për shkak tuaj çik më shumë të ëmblën, Nike do më pak. Nepsi është kjo që është në lëra. Aty nepsi tonë do na ndihmoj, por shumë nuk do t'i vendos të ëmbël. Po kam 2 të ëmbla, unë harova. Kemi 2 ëmbël. Po, kam edhe çokoladë, kam dhe akullore. Po, mua gjatë kohës që po bëshim gati biskota, akullorja, çokolada. Edhe vetë kisha haruar që janë 2 të ëmbla. Atëherë, më duhet për krepën e ëmbël. Më duhet të kem qumësht, mielli mund ta përdorni ju si t'ju dëshiroj e bardha zemër. Nëse përdorni farinë hap është akoma dhe më mirë. Nëse nuk e keni farinë hap, mund të përdorni mielin e zakonshëm duke shtuar sodë ose plur pjekës. Atëherë vazhdoj. Kurse farina hap e Atlasit i ka këto plurat gatshme. Është aktivizuar për krip, sheqer. Ndryshon e pak vanilje. Asgjë nuk bën dëm. Kam gjalpin. Kaq më duhet ta tres dhe jo më tepër. Kam 2 vezë, dhe kur flasim tek vezët, patjetër unë është dobësia ime të përdor të vezët e vital. Dhe një xhin këto dyja bashk. Ja. Për këtë recetë mjaftojnë 2 të tilla. 2 vezë. Freskia e vezës. Ja, shikoni vetë dhomën frigoriferike që është këtu dhoma frigoriferike. Nuk është frigoriferit, po e them unë dhoma frigoriferit, sepse është ajo hapësira që ndan vezën bashkë me pjesën tjetër. Dhe nëse është e tillë, ja, shikojmë nga e bardha e vezës që nuk bien për një herë. Nëse kjo do bie për një herë, do thotë që nuk është e freskët. Shto edhe tjetrën. 2, patjetër që 2. Ja. I përzijej ose i torturoj. Me më të mirën e mundshme time. Para se të bëj të gjitha këto normalisht furra. Do t'i pjekë, janë krepa që piqen. Pra këto janë krepa në furr. Okej. As lodhje, as të lodhje, po gjithmonë të gatuaj me buzë gaz. Mo të jemi edhe të bukura. Në qoftë se jemi nuse ngri ato veta se si duam ato petlla, nuk shumë beti. Domethënë sot që kemi të ëmbla receta, me vetlla për pjetë, më thënë. Me vetlla lartë. Shtoj. Edhe sasinë e miellit. Tani raporti qumshit dhe miellit është pak ndryshe nga të ëmblat. Duhet të jetë pak më shumë qumë, sepse krepat e duan atë brumin e hollë. Por, ishte mbaj këtu afër. I bëj një trazim të dura ma, jo kështu kot më kot. Masa duhet jetë e rjetshme, por mos u ngatroni. Normalisht që keni masat, edhe kemi mas gramatur për miell dhe gramatur për sheqer. Ajo mas ju do t'ju ngatroj. Shpesh për shembull, ju shikoni kur them unë 250 gram miell. Dhe ju atë tek miellit nuk e kaloni te mielli, po shikoni thjesht 250 gram dhe është tek sheqeri. Ndryshon mielli me sheqerin. Që kështu, unë për arsye e kam lënë më të hollë, sepse do të shtoj miell. Çfarë mielli? Çfarë të dëshironi ju? Por jo miell që t'jetë miell fekre dhe këto jo. Kërkon të jetë një miell i bardhë, po, patjetër ja. Të çfarë shikoni juve, jeni shumë në rregull. Ky kafe këtu për shembull do t'ja bësh pak punën. Me këtë mund të bëni bukën, ha? Se nuk kanë ata elasticitetin. Patjetër, dhe fillon ka një disi që ngjit. E mirë do jetë për bukën. Do të ishte edhe çik tani se. Ja. Që të formojmë atë trashësim. Etaloni matës më i mirë normalisht është syri. Shumica të ambisave punojnë sepse e din. Me sy derisa ajo masa e rjetshme të bëhet paka shumë si petull. Paka shumë si petull. Ja, pra kështu po përgatisim krepat në furr, krepat të ëmbla, po sigurisht që mund të jenë dhe të kripura në variantin tjetër. I shohim pak edhe një herë përbërësit në recetën tonë të shkruar për përgatisim brumin. Furrun e kemi të ngrohur
Dhe pastaj për t'i shoqëruar, ju japim disa sugjerime. Për krepat në furrë, nevojiten 500 ml qumësht, pra ose 2 gota qumështi. 200 gram miell, 30 gram sheqer, gjallë pishkrir, 2 vezë dhe 1 vanilje. I përzjejmë të gjithë përbërësit të këtasi, siç e ndoqët. Ja. Tu kam masën. Shtoj. Pak gjallë. I bën më të buta dhe i jepin ato shkëlqimin e bukur. Derisa këto rrafët të krijohen, do thotë që masa është gati. Tham, një masë e rrjedhshme. E kaloj të telin këtu dhe tani në një nga tavat ku kemi vendosur edhe letrën pjekëse. Dhe kjo është pra dhe... Jo, nuk do ta lëviz fare. Në këtë mënyrë shikojnë anvisat edhe trajtën që i duhet brumit për... Sepse nëse unë do ta kaloj me lugë, normalisht luga do ta mbledhi masën dhe do të qëndroj në qendër. Ja, kështu të japim formën, tani do të marri vetë, do të shtrihet, do të zërë sipërfaqen e tavës. Që më pas të piqet. Ja, këtu e kalojmë. Të tillë. Deri këtu erdhi mbreti në këmbë. Dhe mbreti ju në vjetë se kush është. Po mua mbreti është ai që më ndihmon. Ja. Nuk lodhem. Avash, të del dhe një drejtësisht të trash. Drejt këndshi. E marrë dhe direkt e vendos në furrë. Në furrën e para ngrohur. Po dhe në mos është e para ngrohur, e lëm pak tavën jashtë. Desa të kryejmë të masën katrore, direkt në furrë. Ka që hollë sa që është krijuar kjo pet, si shtres, do të marri shumë pak minuta për të pjekur. Dhe ju që na keni ndjekur rregullisht, keni parë se si kemi sjell disa variante të përgatitjes së reçelit në shtëpi, që tek karrota, për shembull ky duhet të jetë ai reçeli karrotës, ë? Që qëndrojnë reçelat rrojnë, kështu që ne i përdorim tani në këtë rast. Thashë ta bëja me mjaltë. Po pse me mjaltë? Duke qenë se un kam karrota, përmbushjen. Po. Këto e kemi reçelin e? Diçka të... Çfarë tani reçeli të them un kam bëraj shumë. Kemi disa pavanoza me reçel që kemi nuk e di se çfarë gjatë. s'kam. Por një gjë them, që në shije janë, thua ti lavdëro më gojë se të shjeva thon korçarët. Jo, nuk e kam në këtë pikë. Ja. Marr. Pra zgjodhem karrotën. Zgjodhem karrotën që ti mbushim. E mbani mend çfarë do lloj reçeli që ju keni? Që e mblodhem. Dhe çfarë ngjyre ka mbajtur? E prem në shirita të gjatë. I palosëm. I palosëm edhe bëm ato reçelin. Për më shumë për reçelin e karrotës, nëse ju duhet ta përgatisni dhe ju në shtëpi, klikoni në YouTube-in e Rezes, pra reçel karote, reze dielli në YouTube dhe merreni recetën për ta përgatitur atë. Shifeni sa kona ka zgjatur, kemi aty në frigorifer. Çfarë bënim më përpara që nuk kishin këto rrjete sociale dhe na duhesh ti shkruanim, s'kishte as telefona, pra i shkruanim dhe shpesh mua më ndodhte për shembull, i shkruaja, humbje ndonjë dhe humbja atë dhe humbte dhe receta. Flas jashtë. Është e mundur që të rikthehen e pasere. Pra ti përzim reçelin me pak gjizë. Po. Do ta lë këtë masë dhe opa. Kjo ishte pra receta e krepave në furrë, ende se kemi përfunduar, do presim që të piqet brumi i krepave, që më pas ta mbushim me reçelin e karrotës dhe gjizën. E që më njanë, edhe krepa është gati, me azalla, thot populli që të çfryeshe nga përmasat që mori. Se i gjetë zonja së shtëpisë. Si pedull kur themi, ja kjo është. Dhe tani do të bëjmë mbushjen me gjithë me reçel karotash. Atëherë. Ja, kemi këtë masë. Ashtu dhe. Dhe bëjmë mbushjen, siç tham, reçel karote, reçelin tuaj të shtëpisë, çfarë të ndodhet aty në shtëpi.
Ato biskotat ku I qova unë me? Mo I hëngre? Po I vendosëm të gjitha ato, se bëme dy shtresa. I hëngre më duket. S'ka besim, jo nuk ngrasni. Thjesht një provova para se të vendosnim. Do t'i edhësh biskota brenda, po jo, I përdorëm të gjitha biskotat. Pra, mund t'i shtojmë dojnë biskot. Ujku qa kalli Bëkërdin. Unë nga maremërin. Do më thënë, tu duhet të fillosh të vendosh pak për... Ja. Ku e lash atë, ku e vendosa këtë... Pra kjo mund të përdoret edhe si ëmbëlsirë, mund të përdoret edhe në një pak mëngjesi, një gotë qumësht. Tani pjesët, kjo pjesa që është këshu, s'na prish punë, fare. Ja. Pra në pjekje duhet keni kujdes që t'jetë ende elastike. Duhet të jetë, për duhet të jetë, por... Do t'a presësh apo do t'a vendosësh? Mund t'a vendosësh dhe të taljera e më e madhe. Ja, këtu. Tek e cila, përsëri, ne mund të vendosim ta presim në pjesë. Mos e zhëndohaj shumë, po do riciklojmë tani këtë. Ke, mos u mërzit, ja, ke prap. Jo, thjesht për... Në rregull. Mos e rënduar atë krepën. Dhe krepa ka nevojë prapë që të qëndroj, besoj, se sikur më piksen mirë për bërësit. Shumë mirë mund ta vendosim në frigorifer. Shumë mirë. Ai kremi aty që përrjedh. Ja, këtu. Ku thot ajo? Dhe kur të prihet merret atë pamjen e bukur se ka dhe reçelin e karotës, gjizën, ato shkopint. Ja të shohim tani se këtu, nga që çdo gjë është shumë e butë dhe krekërsat dhe mbaruam me gatimet e sotme. Ja, kështu. Do t'i kemi këtu. Albana të gjitha biskotat, ja, moj ku I kishe të gjitha biskotat, ja. Poshtë të sirtarë të raftet. Ja, këtu, shiko.